Në rreth të Banjskës është raportuar se KFOR-i amerikan në një mulli të vjetër të braktisur ka hasur në disa mjete të dyshimta. Siç njofton policia e Kosovës, KFOR-i hasi në disa mjete të dyshimta dhe në vendin e ngjarjes kanë gjetur dhe konfiskuar uniforma ushtarake, granata dore, 3 karikator, shok bomba dhe fishek. Është raportuar se KFOR-i amerikan në një mulli të vjetër të braktisur ka hasur në disa mjete të dyshimta. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes ku kanë gjetur dhe konfiskuar uniforma ushtarake, 3 gjoksore për mbajtje të armatimit, 1 palë pantallona, 3 jakne, 1 maic, 3 granata dore, 3 karikator të zbrazët, 2 shok bomba, 1 bombë ndriçuese dhe 28 copë fishek të armës së gjatë. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe mbetet në hetime, thuhet më tej në njoftimin e policisë së Kosovës.